بالعالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Allahun subhanahu wa taala falenderojmë, salavatet dhe selamet pejgamberit ton Muhammedit alayhis salam ja dërgojmë. Elusim Allahun të na mëson të dobishmen, pastaj të na sjell dobi nga ajo që e mësojmë dhe elusim Allahun xheleshanu të na shton dijen, na shton ilmin. Vëllezër, veç kur diçka desha mi ju kujtu për mirësitë apo për vlerën e leximit të Kur'anit. Kur'anin të cilin e kemi ne pranë duarve tona, është me të vërtet një dhunti e madhe Allahut subhanahu wa taala. Për arsye se në kohët më herët sahabët nuk kanë pas Kur'ana siç kemi ne sot, secili ka në shtëpinë e tij ka 2-3 Kur'ana, kurse sahabët edhe nëse kanë pas diçka prej shokët e Muhamedit alayhis salam, kanë pas diçka prej Kur'anit, kanë pas disa sure apo kanë pasur disa ajete. Për një gjohë tillë edhe te kohën e tabiinëve nuk ishte shumë e lehtë që dikush të ketë një Kur'an. Edhe kur i kanë pasur nuk kanë qenë si sot, për shembull, sot është shumë thjesht e kanë bërë për ta lexuar Kur'anin me pikat e kështu me radhë. Ato i kanë lexuar Kur'anin edhe pa pika. Domethënë sot kur e sheh shkronjën J i ka 2 pika poshtë, ose shkronja T i ka 2 pika lart, ato e kanë lexuar Kur'anin pa pika. Për arsye se vetë se kanë qenë arab, edhe e kanë njohur domethënë gramatikën e Kuranit, për arsye se me atë gjuhë ato kanë folur dhe e kanë ditë si patjetër kjo me qenë J, me i pas 2 pika poshtë. Ne sot, elhamdulillah, lehtësimi i madh thuaj çdo vit po e lehtësojnë leximin e Kuranit me mënyra të ndryshme, me lehtësime të mëdha. Ki faqet e internetit për të mësuar librin e Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min mudakkir. E kemi bërë Kur'anin shumë të lehtë për ta lexuar dhe për ta mësuar ato, por a ka dikush që i niset kësaj pune? Për arsye se vëllezër, Kur'ani është fjala e Allahut subhanahu wa taala. Edhe Ibn Abbasi radhiyallahu taala anhu e ka konsideruar leximin e Kuranit si bisedë me Allahun xhelleshanuhu. Këto fjalët e Kuranit janë fjalët e Allahut subhanahu wa taala dhe nuk ka më kënaqësi e madhe se ti përmendish fjalët e Allahut xhelleshanuhu. Dikush përpiqet edhe lodhet ta mësoni një këngë, pa marrë parasysh në cilën gjuhë është ajo, gjuhën angleze apo frëngjishte apo gjermane apo gjuhë tjetër, italiane, spanjolle. Për arsye se është një këngë, është bo hit dhe ai përpiqet çashtu atë këngën në atë gjuhë ta mësone. Pa marrë parasysh ja din apo nuk ja din kuptimin, edhe kur ja arrin qëllimit deri dikund sa krenar është se e këndoj këtë këngë tamam si filan këngëtari. E ti imagjino ta lexosh fjalën e Allahut subhanahu wa taala, librin e Allahut xhelleshanuhu, a ka më krenari se sa ta lexosh atë që Allahu ja zbriti Muhamedit alayhis salam. Dhe dinja se Kurani është mu'gjizja, mrekullia e Muhamedit alayhis salam, e cila ka mbetur hala në rrezullin toksor. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte shumë mrekulli, por prej atyre mrekullive dhe mu'gjizave e vetmja që ka mbetur është Kurani, është fjala Allahut subhanahu wa taala. Prandaj Allahu xhelleshanuhu i livdon besimtarët dhe thot: Inna alladhina yatluna kitab Allah wa aqamu s-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Allah thot me të vërtet ato të cilët kanë besu. Dhe inna alladhina amanu, inna alladhina yatluna kitab Allah. Thot Allahu inna alladhina yatluna kitab Allah, me të vërtet ato të cilët e lexojnë librin e Allahut subhanahu wa taala. Kitab Allah bëhet fjalë Kurani. Inna alladhina yatluna kitab Allah. Pastaj çka? Wa aqamu s-salata, dhe e falin namazin. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dhe japin prej asaj çka ne ju kemi dhënë.
dhe me thonë shpenzojnë në rrugt të Allahut prej ati furnizimi që ja kemi dhonë ne, sirren wa alaniyen, edhe fshehtazi edhe haptas. Pse? Jergjune tijare. Allahu e ka përshkruajt këtë punë të besimtarve, të cilët besojnë Allahun, e lexojnë Kur'anin, falin namazin, japin rrugt të Allahut. Allahu tha, nuk tha jergjune ajran, po tha jergjune tijareten len të burë. Këto tha e kanë për synim dhe e kanë për qëllim një tregti të madhe që asnjëherë nuk humb prej asaj tregtie. Gjithmonë do të fitosh. Dhe me thonë, kush bën tregti me Allahun subhanahu wa taala, gjithmonë fiton. E për tregtive më të mira me Allahun xheleshanu, kush është imani billah. Të besosh në Allahun xheleshanu. Innal ladhina amanu, Allahu subhanahu wa taala thot, innal ladhina yatluna kitab Allah. Bëhet fjalë për besimtarët, të cilët e lexojnë librin e Allahut subhanahu wa taala, wa aqamus salat, dhe falin namazin, wa anfaqu mimma razaqnahum, dhe japin prej asaj që ne i kemi dhënë, prej pasurisë jep, herë haptazi dhe herë fshehurazi. Kanë thonë dietarët, a lejohet të jepet pasuria dhe haptas, a ka lidhje me sifatësinë? Jo. Kur e sheh se në disa raste më mirë është me u dhënë, të me thonë lëmosh apo sadaka, me u dhënë haptazi, me qëllim që me i nxit edhe tjerët, kjo është shumë rregull. Por ka momente që i jep fshehurazi, nuk don ta korritish personin. Allahu thot, jergjune tijareten len të burë. Këto kam për qëllim e shpresojnë një tregti e cila asnjëherë nuk shuhet. Thot Qatade radiallahu ta'ala anhu, thot një fjalë, rahimahullah, thot, kane Mutarrif ibn Abdillah ash-Shakhir, kur e ka lexuar këtë ajet, idha qara hadhihi al-aya, innal ladhina yatluna kitab Allah, deri fund tha, hadhihi ayatul qurra. Ki ajeti thosh i lexuesve të Kuranit. Dhe me thonë, Allahu xheleshanu i ka veçu besimtarët me këtë ajet. Prandaj ki Abdullah, Mutarrif ibn Abdullah ibn Shakhir, ka qenë një prej tabiinëve të mëdhej, ki ka qenë prej të thuhet ka lind në luftën e Bedrit ose të Uhudit, ka ndrujet 95 pas hijretit, ki sahabi, ki tabiin, thot hadhihi ajetul qurra, ki ajeti që ka lexuam, innal ladhina yatluna kitab Allahi wa aqamus salata wa anfaqu, deri në fund, ki thot është ajeti i lexuesve të Kur'anit. Allahu subhanahu wa ta'ala thot më në fund, liuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi, liuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli, inna Allahe ghafurun shakur. Allahu xheleshanu thot, që u jep këtyre shpërblimet e tyre të plota, të pafund. Wa yazidahum min fadli, edhe mirësitë e tij Allahu xheleshanu që u lëshon edhe më tepër. Innehu ghafurun shakur. Shikoni, Allahu është falës edhe është shakur, mirënjohës. A beson Allahu ne ka dhënë gjitha këto të mira. Si të veshët, edhe me gjithë ato, ti kur e përmendën Allahun, lexon Kur'an, fal namaz, shpenzon pasurinë, Allahu të falenderoj, thot. Allahu është shakur. Allahu subhanahu wa taala i falenderohet robit për këtë punë që e bën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vëllezër lidhje me vlerën e Kuranit mos vet ki hadithe. Thot Muhamedi alayhis salam, kush lexon një harf prej Kuranit i ka 10 sevape. Nuk thom elif lam mim jo një shkrojnë, po elif jo shkrojnë, lam jo shkrojnë, mim jo shkrojnë. Domethënë kështu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith gjithsej për ato të cilët lexojnë Kur'an, thot اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه. Lexoni Kur'an, për arsye Kur'ani do të ndërmjetësone mes robit të Allahut ditën e gjykimit. Që vëllai i dashur, ti tash ki e shpresë se do të ndërmjetësone Muhamedi alayhis salam. Allahu alem. A do të jesh ndër shefajetin e tij apo nuk do të jesh? Mendoj që ndoshta dikush prej shahidëve apo dikush e ki diçka të sigurt që do të ndërmjetësone me ti, libri i Allahut. Lexoj Kur'anin, edhe nëse të gjithë të tjerët nuk ndërmjetësojnë për ti, mbetet i pa ndërmjetësues, libri i Allahut Kur'ani ka me ndërmjetësu. Pastaj thot Muhamedi alayhis salam me një hadith surja Bakare edhe Ali Imran, edhe ato do të ndërmjetësojnë dhe do ta qesin këtë rob para. Domethënë dalë ditën e gjykimit që të hinë në xhenet para. Dikush thot, unë e kam leximin e dobët apo jam fillestar. Shiqja çka thot Muhamedi alayhis salam me një hadith që ne kanë nxjerrë Muslimin nga Aisha radhiyallahu ta'ala anha. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة.
ai i cili din të lexon Kur'anin mirë, i njeh rregullat e Kur'anit, e din tajvidin, e lexon Kur'anin lehtë, thot Muhamedi alayhis salam ma safaril kiramil barara, ai do të jetë me melekët më të dashur dhe më të afërm tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe më thonë, a nuk të nëzet që ki hadith i Muhamedit a.s. që t'jesha që me një shkallë që nuk mund të mërinë askush, për pas ato që e lexojnë Kur'anin e rreth shumë. Ki hadith të nëzet, që une pse mos me mësu me lexu Kur'anin mirë, pse për arsye se duhet jem në shoqërinë e këtyre melekëve të cilat Allahu xhelleshanu i ka dallu, melekët më të afërm të Allahu xhelleshanu. Dikush thot, por derisa të arrijë une në këtë shkallë, më shkon shumë kohë. Një vjet, apo di, apo 3, që që pastaj si vazhdon hadithi. Walladhi yaqra'u al-Qur'an wa yuta'ta'u fihi wa huwa alayhi shaqqun lahu ajran. Po kurse ai i cili lexon Kur'anin, yuta'ta'u, lexon Kur'an po me vështirësi. Herë gabon, herë vend që thotë me u, thot me i, e kështu me radhë, edhe e ka rond. Dhe më thonë, qka e ka ndjenë vështirësi? Kur e sheh ai tjetri atë, për një kohë shkurt i ka lexuar 5 faqe, ki e ka lexuar vetëm një faqe. Muhamedi alayhis salam i thotë ti mos u mërzit se ti 2 herë ki e sevape. Edhe ti ki e sevape sa 2 fishta i ki e sevapet te Allahu subhanahu wa taala. Pse? Për ato se përpiqesh ta lexosh librin e Allahut subhanahu wa taala. Vëllezër, mos jemi prej atyre që ditën e gjykimit ku thotë Allahu wa qala ar-rasulu ja rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Mos jemi prej atyre që një ditë Muhamedi alayhis salam do të thotë Allahut, or Allah ki umeti jem, populli im, e këtë Kur'an e la mas shpine. Si duket domethënë muslimanët përgjithësi Kur'anin, fjalën e Allahut xheleshanu e kanë lënë mas shpine. Libri Allahut xheleshanu duhet të jetë me të vërtet vëllezër ajo gjoja më e afër, më e dashura tek ne, leximi i Kur'anit, për arsye se është fjala e Allahut. Mu'gjizja e fundit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam do të jetë ndërmjetësuesi jon në ditën e gjykimit kur do të dalim para Allahut subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.